Të dyti, sot ai, me një gjuhë ordineri, prej gangsteri, reagon ndaj protestës dhe lidhur me udhëtimin e tij në Zvicër. Ai zotohet dhe stërzotohet se ai dhe bashkëshortja e tij s'kan udhëtuar kurrë për qëllime private me paratë të shtetit. Unë i them se ti je një mashtrues jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Dhe në qoftë se ta mban, hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion, sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private dhe familjare. Po ti s'ke turp dhe ti në çdo fjali do të nxjerrësh një mashtrim. Urdhro në ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar për 140 udhëtimet tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? Dhe tani, betohesh nga atje që unë s'kam udhëtuar kurrë me paratë të shtetit, me udhëtime private. Në nxirr pak faturat 200 apo 300.000 euro që ke paguar Ismailin ti nga xhepi yt në 140 udhëtime. Ndërkohë në 2 vite, presidenti i Shteteve të Bashkuara ka udhëtuar 73 herë, jo presidenti Donald Trump, por ata që kanë në 4 vjeçar. Na thuj pak. Është lehtë të përdorësh shprehje gangsteri dhe kujton sa me atë bësh më i besueshëm. Hajde të vërtetojmë se cila është e vërteta. Se me ato udhëtime ti akuzohesh se ke transportuar para. Ka të tjerë që thonë drogë. Nuk e them dot. Nuk i kam faktet. Për para po, të sfidoj. Urdhro. Të krijojmë komisionin. Që nesër po deshe. Dhe tani, vërsulesh me gjuhë gangsteri, se unë i tillë e atil s'kam udhëtuar ndonjëherë me paratë. Po avionin, me çfarë parash e ke paguar ti?